Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, dikur si opozitar, ishin kundër monopoleve. Monopol në shumë fusha. Megjithatë, dyshohet se një monopol është ngritur në korporatën energjetike të Kosovës. Tash gjatë kohës sa vetëvendosësit qeverisin vendin dhe ndërmarrjen përmes bordit të zgjedhur nga qeveria. Nga viti 2022 deri më 2025, prodhuesi kryesor i energjisë ka lidhur 7 kontrata me kompaninë Exfis, me vlerë totale 5.9 milion euro për furnizim me mazut. Kompania, siç shihet në të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka qenë donatore e LVV-s, duke e mbështetur me rreth 9.000 euro naftë në vitin 2019, pak para se subjekti të vinte në pushtet. Kur të bëjsh fushatën me parë dikuj tjetër, ti je i dikuj tjetër. Në anën tjetër, vetëvendosja ka bler ekskluzivisht naftë nga Exfis nga 2020 deri më 2024, edhe pse në treg ka edhe shumë operator tjerë. Kek, pos që djeg mazutin e Exfis, i ka dhënë flakën edhe konkurencës në tenderet ku kjo kompani garon. 6 nga 7 kontratat që janë nënshkroi janë dhënë përmes procedurës së negociuar, që edhe pse ligjore në rrethana të caktuara, në praktik kufizon konkurencën. Vetëm një tender u dha me procedurë të hapur në vitin 2022 dhe atë fitoi Exfis kundrejt patronit me vlerë 2.1 milion euro. Monopoli duket se është konsoliduar nga bllokada e tenderit 6.6 milion eurosh, ku garonin Exfis, Lab Oil dhe patroni. Kjo e fundit u ankua në gjykatën e tenderve se dosja tenderit të Exfis përmban nënshkrime të dyshimta. Pikërisht për këtë arsye, organi shqyrtues i prokurimit në 2 vendime për lëndën në gusht 2024 dhe prill 2025 e obligoi korporatën energjetike që të anulonte procesin e prokurimit. Kek refuzoi të zbatonte 2 vendimet, duke dashur ta shpall me çdo kusht fituese kompaninë Exfis. Korporata sfidoi OSHP-n në gjykatën komerciale, duke kërkuar anulimin ose shtyrjen e ekzekutimit. Gjykata nuk erëzoi vendimin në përmbajtje. OSHP-u detyrua edhe një herë, gjatë këtij viti, të nxjerrë një vendim të ri, duke i kujtuar Kek që vendimet e gjykatës së tenderve janë detyruese. Gjatë gjithë kësaj kohe, sa tenderi i madh mbeti pezull, Kek gjeti një mënyrë tjetër për të mos e lënë veten pa mazut e Exfisin pa para. Korporata i dha kontrata të një pas njëshme një burimore pa konkurrencë Exfisit, duke ngritur dyshime për favorizim. Pas ja bëri përhajrin mbi 3.7 milion euro në këtë mënyrë, tek këtë të mërkur, korporata anuloi krejtësisht tenderin 6.6 milion euro. Para pak ditësh, megjithatë u përkujdes që t'i bëj gati edhe një kontratë të re një burimore 200.000 euro për mazut kompanisë Exfis, të cilën e rekomandoi për tender. Portali shënjesër.net i ka dërguar pyetje me shkrim Kekut, kompanisë për procedurat e negociuara dhe ndikimin e mundshëm të trekëndshit Exfis, LVV, Kek, por deri tani nuk ka marrë përgjigje. Mediumi mbetet i hapur për t'i përfshirë reagimet në webfaqe. Shënjesër.net